Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Tani do përjetojmë një eksperiencë tjetër edhe kemi krenarin më të madhe në fakt që sot mëngjes kemi një nga aktorët më të mëdhenj për mendimin tim, më të mirë të sidomos të Shqipërisë moderne, Po. Teatri dhe kinematografisë. Po patjetër, po kur është i teatrit mos zotëri. Është debat, jo se ka ca aktorë kështu, por Neritani që ne kemi në studio këtu, mirëmëngjes. Neritan Liçaj, faleminderit që jemi ne sot këtu. Është kënaqësi edhe faleminderit për ftesën sepse është mirë të bëhen biseda të bukura, biseda të mira për artin, për Absolutisht. Ne kemi vendosur që gjithmonë do t'i dedikojmë një hapësirë artit, teatrit, një herë në javë, patjetër. Edhe gjë më e mirë. Si fillim, si janë mëngjeset për ty? Është vështirë? Jo, unë jam tip që zgjohem më herët. Okej. Unë 5:30 ken këmbë. Është, okay. Realisht. Gjithmonë jam zgjuar herët edhe për një fakt që mbase publiku nuk e di, unë jam djalë ushtaraku. Je mësuar me kulturën e të Po, plus që ne kemi bërë shkollën në kohën e Enverit, me preshtim të universitetit që fillova në kohën e Enverit dhe mbarova në demokraci, atëherë në 7 duhet ishe në shkollë. Fillova shkolla herët, që ne jemi mësuar me këtë regjim. Okej. Ndërkohë që besoj se duhet të jesh mësuar dhe duhet të jesh rrahur shpejt edhe për sa i përket sistemeve politike e të tjera me radhë. Kemi jetuar. Ke qenë opinionated, mund të thonë anglisht, kështu domethënë e ke dhënë mendimin tim për sa i përket mendimin tënd ndjes për sa i përket çështjeve sociale, politike e tjera me radhë. Dhe tashmë je pjesë e një shfaqje shumë interesante, Ferma e Kafshëve, një rikthim. Data 26, 27, 28 dhe 29 tek teatri eksperimental. Turbina jo eksperimentali, eksperimentali Turbina. Po, teatri Turbina. Aty janë të dyja bashkë. Të dyja bashkë, por është tek salla kryesore. Okej, dakor. Eksperimentali është salla e vogël. Duhet përmendur që kemi disa aktorë, Ervin Çuli, Eriona Kakeli, Floriana Galliu, Anila Basha, Donald Sheu, Niada Saliasi, Dori Çaushi, Giuliano Brisku dhe Urim Alia, një super cast duhet. Është cast jashtëzakonisht mirë dhe gjë më e mirë që ka si castës që janë le të themi gërshetuar pak të gjitha brezat. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Fermën e Kafshëve personalisht Neritan e kam lexuar gabimisht 14 vjeç, duke qenë se më pëlqenin shumë kafshët dhe kur ma dha dhe bibliotekarja, kështu. Po, nuk është ashtu quaj. Ashtu quaj. Më tha që nuk është për moshën. Po mbiemrin se kishte? Libri. Shkruar që 1945-ën qëndron ende aktuale. Pse mendon se është kaq aktuale? Shiko, nëse do e studiojmë pak Blerin, mua më pëlqen shumë letërsia, miti, tragjedia etj. Libri është Bleri, sepse emri Orwell është emri artistik, le të themi Lagapi. Por është Bler, është Bleri, Tony Blair është pasardhësi i tij. Nuk ka qenë komunist. Kush ka qenë komunist tani? Bleri? Po, Orwell. Ka qenë vetë Orwell i komunist. Ka qenë komunist. Wow. Bile ka qenë në Indi, po s'po i bëjmë biografi, ka qenë në Indi, bile ka qenë dhe polic. Pastaj e kuptoi që ishte komunizmi, e pa nga afër dhe ktheu që imagjinoj Bleri ka qenë komunist anglez. E pra, jo sovjetik. Çështje por ai kuptoi idealizmi, jo. Ai kuptoi çfarë ishte komunizma. Po. Dhe normalisht u kthyen antikomunistin më të madh në kuptimin artistik të fjalës. Po ta vëmë re Femra me Kafshëve. Nuk është se ka në një letërsi të madhe. Bukuria e saj qëndron pikërisht te alegoria. Po. Derrat. Komunistët. Dhe i referohet shumë historisë Bashkimit Sovjetik. Ku majori Lenini se hiku nga kjo jetë dhe lufta Trotski top të bora kundër Napoleonit famshëm, lufta brendalloi dhe se si këta njerëz dhe shef sot gjithandej vinë me fare pak vota në pushtet, Stalini se pyeste njëri, manipuloi gjithë sistemin, kapi pushtetin dhe pastaj kthehej në diktator të egër. Është mendësia komuniste. Atë të thot edhe manifesti komunist. Por nuk po merremi në politikë. Vlera e saj shfaqje është pikërisht që jo, edhe të merremi në politikë, se fosu merret politika. Për të mos e lodh, për të mos lodh dëgjuesin më tepër, më mirë për artin. Po kjo është pak a shumë ajo çka Orwell nxjerr. Pastaj 84 është një perle e madhe. Absolutisht. Ajo që po ndodh sot realisht me shoqëritë ku çdo gjë kontrollohet, ka një sy, një vëlla të madh që kontrollon deri dhe kur veten në banjo, dhe kjo është e gjitha pastaj diktaturë mendore. Absolutisht. Neritan, mua më duket deri diku e pa drejtë të themi që Orwell
etiketimin që ka bërë dhe atë analogji që the dhe atë metaforë që bën alegori tepër se sa metaforë. Alegori është eksaktësisht i përket vetëm komunizmit. Duket sikur çdo sistem politik edhe demokraci të jetë duket sikur prodhon të njëjtin fenomen. Shiko, i dashur, ne themi sistemi. Jo, nuk ka, shiko, është çështje vullneti. Edhe sistemin më të keq. Ti ke shembullin e Romës. Po ai sistem që ndërtoi Octavian Augusti, një perëndor i parë, një nga reformatorët më të mëdhenj në historinë perëndimore. Po ai sistemi ishte edhe për Neronin, edhe për Caligulën, edhe për Octavian, edhe për Trajanin, edhe për Mark Aurelin. Pra, është çështje vullneti. Është çështje si ti këtë sistem, nëse vë njerëz të mirë bëhet shumë i mirë. Nëse vë kasap e mediokër, patjetër që do bëhet i keq. Pra, këto gjëra kanë ndodhur edhe në perëndim, pa diskutim po. A nuk është sistemi problemi, po është individi që çdo gjë, ju e dini fare mirë se jeni çunat mençur të lexuar, çdo gjë është fenomen njerëzor. Edhe korrupsioni, që sot na ka mbytur, është fenomen njerëzor. Dhe nuk fillon te paraja. Paraja është elementi i fundit i korrupsionit. Korrupsioni fillon në tru dhe në zemër. Nëse një njeri me një zemër të kalbur dhe me një mendje perverse, aty do shkojë te korrupsioni. Një njeri me një moral të shëndetshëm, i mençur, i zgjuar, i lexuar, patjetër që do mbjellë diçka të mirë. Apo e kam gabim? Apo zakonisht pushtetin nuk e kërkojnë këta të dytët, e kërkojnë këta të parët. Jo, problemi është që kur e kërkojnë këta të dytët të mirët, ata të kafshojnë shumë keq këta, sepse dihet se si i ligu, shiko. Unë gjithmonë jam referuar, jo e keni parë, as e diskutoj fare filmin Amadeus, është formë një film gjigant. Aty nuk bëhet fjalë për muzikën. Ose më saktë, muzika dhe personazhet janë preteksti, aty bëhet fjalë se si mediokriteti njerëzor vret gjenin, se si Salieri vret zërin e Zotit. Vret krye talenti, një nga më të mëdhenjtë e muzikës në historinë e njerëzimit, që është Mozarti. Pra është kjo masa gri që lufton shumë egër atë elitën, vlerat. Ke drejt, po para 2 ditësh po bisedonim me kolegun për këtë çështje dhe të dy ne mendojmë që çdo popull thënë kështu meriton. Çdo shoqëri, po, çdo shoqëri. Jam shumë dakord. Pjella jonë është, po, absolutisht, meriton qeverinë që ka. Është fakt. Këtu dalin, është fakt. Si thua nga këtu lindin këto klasa që pastaj përfaqësojnë edhe pastaj. Shiko, unë jam çuna, po e them hapur fare, unë jam i teorisë së Koliqit edhe domethënë këtë popull nuk do e bëjnë parat. Parat sigurisht ndihmojnë shumë që të kesh një popull të mirë. Këtë popull do e bëjnë ndriçimi. Arsimi, arti, kultura, shkenca, sporti, mediat e mira. Do e bëj? Duhet ta bëj. Duhet ta bëj se në koncept. Pastaj këtu të gjitha këto janë të sulmuara egër dhe ju e dini fare mirë. Ose e sulmuar media ose se sulmuar njëri. Ke një kryeministër që përdite e prozval ka dali njëherë, çfarë po bën? Ke një art të sulmuar policisht edhe politikisht si në rastin e teatrit kombëtar. Ke një sistem arsimor që është bjerrur dhe rënuar në skandal. Ke shumicën e trinjve shqiptar që janë analfabet. Funksional. Po, funksional. Shkollat janë bërë cop. Mjekësia është cop. Po këto e çojnë përpara një komb. Me që e përmende, ç'a po ndodh me teatrin kombëtar? Ç'po po ndodh me atë gjën atje? Po ku di më gjën, e mbaj sekret. Beton po bëhet dhe ajo. Nuk ka asnjë lloj informacioni. Jo, s'ka sekret, sepse nuk ka pas projekt. Dhe gjithë betejë e teatrit e Aleancës, kjo ishte. Prisni të ndërtohet gjykata kushtetuese, sepse atëherë ishte reforma shkatroi gjykatën. Të vendosi gjykata kushtetuese, kur u ndërtua gjykata kushtetuese na dha drejt neve. Po ishte. Po ishte sa para bën. Po. S'kishte projekt, ore na tregoni projektin, ç'a është ky? E dyta, pse duhet vidhe toka publike? Se historia e asaj toke është shumë e bukur. Ajo është dhuruar 13.000 metra katror në mes të Tiranës. Janë dhuruar mbretit Zog nga rilindasit e vërteta asaj kohe, familjet e mëdhaja, me të vetmin kusht që të ndërtoheshin Instituti Albanologjisë, mes i Tiranës, dhe të ndërtoheshin institucionet artit e kulturës. Ti vete e vjetë tani për i kull atje mbrapa, dhe gënjën dhe pa turpsisht as do ketë kull, disa është hapur gropa atje, e kullës. Pse se gjithë problemi ishte të sulmoj arti, të vidhe dhe toka publike. Po si mund vjedhësh tokën e artit, të destinohesh njësoj si të prish një kish. Unë po ju bëj një krahasim. Në Athinë, është tempulli Athinas, sipër. Partenoni. Një Partenon. Që është një kryevepër arkitekturore, pesha e rënde perëndeshës, madhe etj.
dhe ke në Epidaurus, siç ke në çdo nga ish qytet shtetet helene, ke teatrin Epidaurus, që është akoma më i madh. Pra, nëse në Athinë është tempulli i perëndeshës, i fuqisë hyjnore, teatri është tempulli i njeriut, ku njeriu ka thënë të vërtetat e veta, që nga antikiteti. Pra është më i madh ky tempulli i njeriut. Këta e prishin, ta e shkatrojnë, e mbajnë sekret, nuk tregojnë, domethënë, nga njerë më duken, fëmijët e tyre janë gjanë, se unë e kam jetu kohën e Enverit, sigurimi i shtetit, burr. Mos e marri veshjeri, po pse të mos e marrë, është vepër publike. Jo, s'duhet ta marri veshjeri, s'duhet të shohë. Po ç'a keni më? Pse më shifeni më burr? Për çfarë më shifeni? Për çka ka për tu. Ç'a ka për tu më shef? Mos e kuptoj si s'ke ik akoma nga Shqipëria. Po se e do Shqipërinë ore, do ti. E du sepse shiko, i dashur. Se nga herë kalojmë edhe në anë emocionale më burr. Po s'ke faj, normale. s'ke faj. Kam varret e gjyshërve. Kam varret e prindërve. Iku i me motër, bëri atë zgjedhje e drejta e saj si shumë shqiptar. Ti ke dhe unë, ç'a ngelet nga liçi? Asgjë, inshallah sikën, domethënë uroj që mos largohen njerëz si puna jote. Do më ikin rrezik me këtë paçavure, do më ikin dhe djemt dhe domethënë është një vend që i gjumë shkel në vendit vet, është një politike majt që ka qenë 41 që na e ka sjellë në majt hundës, këta maskarenj që i gju popullit vet në shkel më burr. Nëse Enveri stalite me ik, këta stalen me nejt. Këta të thonë, çfarë sa e bukur kjo, ë? E bukur. Kjo ishte shumë e bukur. Po është ashtu. Staline me ik, ta stalen me nejt. Ore, shiko, se te reparti ku punonte i madh vinin edhe ushtar kufiri që ishin plagosur dhe vinin thjesht mbyllnin ditë të ushtrisë atje. I madh si ngiste fare. Dhe kishin shërbyer dheut në bord deri këtu. Nuk i ngiste fare, linte atje. Dhe unë si fëmijë kurioz i pyesja. Jo, nuk kanë kufi ata, nuk kanë posta ata. As grekët, as Kosova, Jugoslavët. S'kan, ja rujmë ne kufin. Po. Dhe ishte kështu, tani hik të thotë Ramizi në 91-shin. Eksodi i Marsit, eksodi i Vlorës, ku kam qenë dhe unë, tani a Vlora. Hik, shporu, s'ke punë në vendin tënë. A ka derra akoma në politikën shqiptare? Uj, sa të dush. Shiko, unë jam i këtij mendimi, mund të më quajnë, se unë jam i djathtë. Domethënë, po të rrim të flasim për arsyet e mia pse jam i djathtë. Edhe mund t'i themi, po. Pyetja ime është, se shumë shqiptarë thonë, dhe mua më ka thënë pse jemi kështu, është fare e thjeshtë. Se që në 45-ën deri tani, 68 vite tani e kanë pas pushtetin këta të majtët. 13 e ka pas atje. Është qelpsir lëku që futi një ideologji marksiste e përpunuar në lindje, e bërë kasapan që janë ngecën këtij populli dhe e masakruan. Përpara komunizmës, ky vend popull ka qenë i pazhvilluar, por ka qenë shumë kompakt si komb. Tani ti ke një çarje, ti ke një popull në barrikad. Ke një popull në barrikad. Viktim apo bashkëfajtor? Bashkëfajtor. Sepse gjërat janë të qarta. Ti nuk mund të më gënjesh mua të më thuash Berisha bëri 97-ën, sepse si e bëri pushteti grush shteti vetes, ma shpjegoj çik. Berisha ishte në pushtet. Si ja bëri grush shtetit vetes? Ma thuaj çik. Nëse ai bashkëfajtor, domethënë, mos Nuk po e laj. Por shiko, dhe Berisha i majt është. Duket për shumë njerëz thonë, dhe Berisha është i majt. Atë pra po them. Sepse ne, shiko, kur ka qenë djatha në Shqipëri 13 vjet. E vrangta djatha të gjitha. S'ka djatha. Domethënë, dhe djatha që u krijua këtu, ka pas një problem që ata mund të kenë qenë burra shumë të lexuar pa diskutim. Unë nuk mund të mohoj po kanë qenë që komunista. Po ishin të jetuar, ishin të formuar në një sistem komunist. Po demokracia nuk lexohet libra, demokracia jetohet. Unë çfarë është demokraci e kam kuptuar kur kam qenë emigrant në Itali. Aty e kam kuptuar çfarë do të thënë që diktatura është diktat i ligjit, ku ti ke të drejta, ke edhe detyrime. Jo si në komunizëm që nuk ke asnjë lloj të drejtë, ke vetëm detyrime. Unë Irtana mendon se jetojmë në një shoqëri që tashmë nga që është lodhur nga realiteti që jeton, nuk do më që t'ia shpjegosh më shumë realitetin gjatë vështirë që jeton, dhe do të shikoj një gjë trash, një gjë që mos ta ketë mendjen, dikoj që mund të jetë dhe më keq se ç'është ai vet. Patjetër. Një shqiptarët jam shumë dakord me ty, janë të lodhur. Janë të lodhur. Filozofia si mund të shërbej tani për shembull, po themi Ferma e George Orwell, që është prap kërkon të kesh mendi, prap ajo alegoria që thua ti fillon kujton dhe fillon të ngarkon emocionalisht. A ndjen sikur një shqiptarët janë larguar nga teatri pikërisht se teatri është i thellë, është? Jo. Jo. Ta them unë, ne para kësaj vum Nurembergun. Plot salla.
që është Mrekulli. ke këtë fermën, reagojnë perfekt. Pse ç'a është teatri? Ç'a në artet në përgjithësi, nuk po them vetëm teatri. Janë një pasqyrë që i vihet shoqërisë përballë, që shoqëria të shikoj më mirë veten e vet. Është sikur të shihesh në pasqyrë në darkë. Atë bën arti të tregon realitete dhe të vë përballë atyre realiteteve në mënyrë ficio, thoshin latinët, fiction, në mënyrë jo reale, por të vërtetën e ngjashme. Dhe ti ke mundësi të shikosh realitetin tënd. Dhe e di si reagojnë te ferma e kafshëve. Reagojnë shumë mirë. Shikoj, ne nuk e kemi unë luaj diktatorin. Nuk e kam tipizuar të imitoj një nga diktatorët. Duce, Hitler, Stalin, Enver, Edi, nuk. Jo, unë përpiqem të jap figurën e një diktatori, se nuk du ta tipizoj gjën, du të tregoj figurën e një diktatori. Po qeshin me diktatorin, sepse diktatorët janë qesharak. Në egërsinë e tyre, I Kores Veriu, domethënë është janë qesharak. Çfarë do bëjnë nëse do ishte diktatori i Shqipërisë? se bëj dot unë diktator. Po qartë, Mund është bësh diktator është aligori, për aligori nuk është. Se di. Çfarë gjë e parë që do të bëje brenda Po këtij kishe shteti? pushtetin Po një pushtetin e diktatorit. Nuk e diktatorit. dia se ka menduar ndonjëherë veten si politikan edhe Por nuk diktatorët strukturë. edhe çoku I bindën në qafën, se në diktaturë Jo, shiko, çdo diktaturë ka dhe gjërat e mira. Jo, e kam në aspektin që është një sistem më I sinqert. Është I drejtë për drejtë. Është I drejtë për drejtë. Ore mos e bëj këtë gjë. Mos e bëj këtë ti e gjë. di që s'duhet ta bësh. Ka hipokrizinë e vet Kurse ai. sot është një formë tjetër, serviret me garniturën e E demokracisë. sheqerosur. Po. Që po, është ke të drejtë, ke gjithë lirinë të zgjedhësh midis meje dhe shokut tim që jemi të zgjedhësh të keqen më të vogël. Qa u Kështu që tentua? ç'a zgjedhje është? Qa u Si tentua? shtoti i madh I Së George fundmi, qa u tentua me rilindjen? U tentua që të ishte një opozit fake dhe vazhdojnë të luftojnë për atë. Të ishte një opozit e bler nga pozita. E pra, kështu që Pra një diktatura demokraci jo funksionale, një demokraci e shtirë. Shqyqyr nuk ja dolën dot, dhe nuk kam për t'ja dalur dot kur, sepse, ne që bëm lëvizjen, kam qenë dhe unë në lëvizjen e dhjetorit, kam qenë student atëre. Ne rrezikonim shumë, sepse çmend e regjimi jep të urdhër për zjarre dhe ne që ishim familje armike popullit ne na vrisnin parë, se thoshin, ja, diktaturë, armiku I klasës që do të rrëzoj diktaturën e proletariatit. Tash unë nuk kam ndërmend të lë fëmijëve të mi po një gjë prap. Një diktaturë me gjinse, po diktaturë, ose me minifunde, ose me botox, po prap diktaturë. Jo, unë s'kam ndërmend. Sepse nuk dua që fëmijët e mi të kalojnë. Shiko, ne u rritëm në kohën më të bukur të jetës sonë. Në fëmijëri, në pubertet, në adoleshencë, në ritmi të hershme, me parullën pioner në luftë për çështjen e partisë dhe të popullit jeni gati. Ku e dia unë ç'a ishte çështja, unë isha 6 vjeç. Do hambar dhe parimet nuk I shkelim. Dhe vjen dhe ambasadori amerikanë ta thotë këtë kur unë jam 50 vjeç, 55 isha, t'ja rrasje në një taulli në tokë. Nuk kam ndërmend unë që fëmijët e mi të hanë bar, të paktën ata jo. Nuk kam ndërmend më që populli im, aq sa mundem unë, në atë të voglën time, të haj prap bar, se unë ngopëm. Kemi qenë 41 me ka qend komunistë, unë ngopëm duke ngrënë bar. Dhe sa e rikin këta nga pushteti, ka dhe I fakt që është fakt ky. Këta në lënë të varfër më në la Enveri me Ramizin, në lanë me tollona. Tani jemi me tollona. Po moderne. Po. Jemi 4 vetë, punojmë të 4 në shtëpi edhe djemt, bëjnë punë part-time. Në fund të muajit llogarisin kafet. Llogarisim kafet, nuk ka qenë kështu, as në kohën e Nanos, as në kohën e Berishës. Në lënë të varfër. Varfroje, mpije, shkele, shtype, dhunoje. Po ma bëri Enveri në kohën më të bukur të jetës time, më. Si mund ta lejoj unë prap tani? Veç po t'jem qenie pa shtull kurrizore. Këtë më bëri Enveri. Zbor, aksion, alarm, binte në 12 notës, sirena, futu në për vënd strehime, a thu se ne mo. Qa ishin të gjitha? Dhun, terror, frik, do na pushtojnë, ne jemi kështu, ne jemi ashtu, fiks këta. Kush mendon se është një zgjidhje diçka që mund bëhet? Duhet ndërgjegjësohet populli tash. Për mendimin tim unë e thash pak më përpara. Një Duhet. arsimim I mirë. Duhet, po, mundet. Ajo është shumë e vështirë. Jam dakord. Po ndërkohë duhet ushqyer edhe kultura, edhe duhet Me pasur anë të alternativa, kulturës, absolutisht. absolutisht duhet patur dhe alternativa siç
mund të jetë, mua në fakt më kujtohet një shprehje që kam dëgjuar nga Romir Zalla, më duket, për sa i përket Churchillit, që tha për teatrin. Po, e ka thënë Churchilli këtë. Kur filloi lufta, Anglia hyri në luftë, ke disa perla nga këta të mëdhenj. Edhe shkojnë ministrat dhe i thonë kryeministër duhet të shkurtojmë fondet arsim, art, kulturë, që se kemi luftën, na duhen armatime. Tha, po nëse ne shkurtojmë fondet nga këto që thatë ju, tha, për çfarë po luftojmë ne? Jo. Ndërkohë që Napoleonit kur nuk po i shkonte mirë fushata në Rusi, i vinin lajmet nga Parisi. Edhe tha, vazhdojnë parizienë të shkojnë në teatr? Po, i thonë varësit e vetë, im në rregull. Ndërkohë që të ka thënë Kafka i madh, ka thënë një perlën më të madhe. Teatri është një magazin e pafund me ilaçe që mund të shërohet çdo lloj smundje. Përveç ato të aktorëve. Kur themi teatri, themi të gjitha artet. Absolutisht. Më fal, po rilindja italiane, i madhi Rinascimento i ndryshoi mendimin komplet Europës. Mas rilindjes italiane, mas ndriçimit të erdhën romantikët, klasikët, iluministët e deri tek realizmi kritik edhe postmodernist etj. Nga ajo rilindje italiane filluan ishin filozofë ata. E vërtet. Arti i ka paraprir gjithmonë njerëzimit. Prandaj edhe gjithë diktatorët e urrejnë artin. Ti imagjinosh që vjen nga shkolla. Po jo, pastaj anyway. Okej, të falenderojmë shumë. Faleminderit. Do doni të kishim shumë më shumë kohë për rikujtesë, është i bie sot, nesër dhe pas nesër. Po. Në darkë në orën 8, në darkë në orën 8, biletat siç e dini nxitoni, sepse ka sepse shumë kërkesa. Po, me thënë të drejtën, edhe është një shfaqje që vërtet nuk e them këtë se jam unë brenda. Absolutisht. Do të që do vi unë ore. Hajde, po patjetër zotëri. Do shkoj se unë dashuroj si librat dhe dua ta shikoj vërtet. Kam edhe një gjë dhe dua ta them këtë. Aty ka një meritë regjizore që pa diskutim që ka koordinuar ose ka harmonizuar, gërshetuar të gjithë ata elemente teatral që janë shumë të bukur, siç është etydi, është pantomima, është pse jo dhe parodia, që janë elemente teatral të jashtëzakonshëm, shumë bukur, i ka gërshetuar dhe ka dalë një gjë aq e freskët, por që të vënë në mendime. Kaq. Nxitoni sepse sot nesër dhe pas nesër mua mashite pa fol fare për atë. Ore vetë emri Orwell një herë e pa. Po vet mendimi jot një herë më pëlqeu shumë dhe do ta shikoj. Faleminderit. Ndërkohë, edhe një herë falënderime në Eritan Liçaj, fermën e gjeni aty ku dhe tham, do shkojmë pak te Simeku ta përmendni, Simak Albania ka akses në makineri ai kurrëja. Makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne, teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje plot, mos puno me limite, investo në performancë Simek Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Ne do të falenderojmë gjithë juve që na ndiqni çdo ditë nga hala në të premte, sigurisht do të takojmë sërish të hënën. Deri atëherë kalofshi sa më bukur.